Vargu i Blertë, arsyeja pse quhet Vargu i Blertë është e pjesa e Tokbashqës, parkut të Tokbashqës dhe pjesës së parkut të Gërmisë. Për atë arsye jemi mundu pak a shumë ja përshtat emnit të Vargu i Blertë. Vargu i Blertë posedon diku 48 shtëpi, të cilat janë të ndame në 6 kategori. Ato janë disa janë dyshe, disa janë në varg kryesisht, dhe secila shtëpi mundet mu bo rregullimi i saj brenda hapësirës brenda asaj, çfarë dëshirojnë klientat në momente të caktuara, domethënë se kur të është e ndërtuar faktikisht muj me bo ndonjë ndryshim diçka nëse nuk dëmtohet shtëpia, mirë po kryesisht çka kanë ble klientët, ata i kanë bo organizimin brenda asaj të shtëpisë. Është në pjesën e Tokbashqës, ku lidhet domethënë me pjesën e rrugës kryesore ka ana e Gërmisë. Ka shumë qasje të mirë, se është dikun 3 minuta prej qendrës qytetit, ndërsa me vetu, ndërsa me këmbë është dikun 15 minuta që na vjen me. Janë 7 lloje të shtëpive, arsyeja disa janë dyshe, për arsye janë me hapësira shumë të mëdha, edhe janë të ngjitura 2 shtëpi njëra me tjetrën, ndërsa pjesa tjetër janë shtëpi varg, ku janë të ngjitura secila shtëpi, mirë po ka oborin e vet secila shtëpi, ka vend parkingun e vet secila shtëpi dhe ka qasje në pjesën e rrugës ku kemi planifikuar brenda lagjës me pas. Po ashtu vlen të cekët se brenda lagjës gjendet edhe një kandi lojrave për fëmijë dhe ka me qenë lagje e izolume, domethënë ka me pas një roje që do ta bën mbikëqyrjen si dhe mirëmbajtjen e komplet lagjës. Kemi parë që punimet po shkojnë shumë me intensitet të lartë dhe janë afër përfundimit. A ka ndonjë planifikim të caktuar të datës kur do të kompletohet komplet lagja? Po planifikojmë dikun ka fundi i vitit, këtij viti ose fillimi i vitit të ardhshëm, mirë po na beka anë kësaj lagje kemi me bo zgjënimin e lagjës, domethënë kemi me fillu edhe ndërtimin e pjesës tjetër të shtëpive. Faktikisht veç ka fillu ndërtimi i shtëpive nën shtëpi tjera pak më poshtë se ky kompleks, mirë po kanë me pas qasje të lidhura njëra me tjetrën. Po në tardhmen kemi me planifiku edhe zgjërimin në lart pjesës së lagjës. Momentalisht të gatshme janë përfundim e sipër, po zakonisht këtë pjesën e interierit mrena, domethënë ku vendoset pjesa e parketit, pllakave këto, na ja ulojmë klientave se me bo për zgjedhjen për këtë arsye. Ata të cilët dëshirojnë me qenë pjesë e lagjës Vargu i Blertë, cilat janë mundësitë e pagesës për këtë shtëpi? Po, është mundësia përmes bankave të ndryshme, këto komerciale që i kemi në Kosovë dhe i kanë shumë oferta shumë të mira. Një pjesë të financimit do me thonë bëhet prej anës klientin, ndërsa pjesa më e madhe e financimit bëhet prej anës bankës. Këto gjitha informata gjendet edhe website-in tonë ose mujnë me ardhë edhe në zyret tonë. Ma e mira është me arë në zyre, pastaj me arë me pa lagjën, se ndryshe shihet prej pjesës ku është lagja dhe shihet pjesa e Prishtinës. Do me thonë është e vetmja që është në pjesë të Prishtinës, një lagje mrena Prishtinës, ka shumë qasje tek shkollat publike, këto ciklit toll dhe të mesëm. Do me thonë është afër parkut më të madh Prishtinës, po thuja dhe të Kosovës, pjesës të Gërmisë. Besoj që për një familje është shumë e mirë me ardhë me jetu në këtë lagje. Du me ndalë specifikisht tek modeli i shtëpive me 2 hymje, sepse tradicionalisht jemi kohë që
me disa anëtarë të familjes dëshirojmë të jetojmë bashkë, Po. megjithëse na nevojitet privatësia secilit. Po, arsyeja pse këto dyshe, po edhe shtëpiat në varg nishe, e kemi lënë një mundësi që kati i sipër ose kati i poshtëm i shtëpisë mu shëndru me një apartament veçantë ku mund të vendosen prind e familjarëve, që do të thonë na kemi atë traditë që ende mi pas anëtarët e familjes afër që është shumë e mirë dhe ka pjesën e ndame dhe hymjen e veçantë përmes shtëpisë, po edhe prej anës së jashtme. Do të thonë secili ka edhe atë pjesën e oborrit vet që mund me shfrytzu. Ai kat shndrohet me një pjesë qëndrimi ditor, një kuzhinë, një dhomë gjumi dhe pjesa të terrasës. Arsyeja e parë është të e ditë që na jetojmë Prishtinë dhe Prishtina është me një komunikacion të mërshëm momentalisht edhe çdo kryeqytet të botës ku do të qoftë gjithmonë ka komunikacion. Arsyeja është e mirë sepse je afër Prishtinës, afër shkollave të fëmijëve, afër kopshteve edhe afër pjesës së gërmisë ku mujna me kry pjesën që dalim gjatë vikendeve me familje kështu. Në ajër të pastër. Po. Qajo e mira është që është edhe ka ajër të pastër, sepse je mes dy parqeve, tokbashkës edhe pjesës gërmisë. Shumica e shtëpive janë shit, kanë mbetë edhe numri. Po, parafërsisht dikun të 70% e shtëpive vetëm janë shit, pjesa tjetër presim me ardh klienta, janë të mirëseardhur të na.